Por ajo që është e veçantë dhe që peshon shumë në peshorën e Zotit është dituria, është informacioni. Por dituria që ka përmendur Kurani famlar nuk është dituri e thatë, nuk është dituri shifrash dhe thjesht informacione, edhe pse këto janë shumë të rëndësishme për të ngritur, po themi, piramidën e diturisë, është dituria e cila e afron njeriu me Zotin. E bën njeriu që të kuptojë realitetin e botës ku jeton, realitetin e asaj që e pret. Është dituria që prej të cilës dalin vlera. Dituria që prodhon vlera, prandaj dituria e profetëve është dituria më e lartë. Dituria e cila e çon njeriu në besim, në atë që themi frikën e Zotit. Pse Zoti i ka dalluar dietarët, thotë inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ata që kanë frikën dhe respektin, ndrohen më të madh ndaj Zotit janë dietarët, janë të diturit, nuk janë thjesht ata që kanë informacion, që dinë ajete, hadithe apo histori, po janë ata që këto informacione kanë prodhuar të këta vlera. Dhe vlera kryesore është vlera e besimit, është vlera e të kuptorit çfarë është njeriu, çfarë është kjo botë, kush është madhështia e Allahu xhaleshanuhu. Prandaj kjo vlerë është ajo që ne duhet ta shtojmë në shoqërinë tonë dhe në familjet tona. Fëmijët tanë të jenë të ditur, patjetër që të kenë informacion, të jenë të specializuar në fushat e tyre, por që përtej kësaj ata të kenë ato që quhet dituria, që prodhon devotshmëri, që prodhon vlera, që prodhon ndjeshmëri dhe krijesave të tjera, madhështi, madhërimin e krijuesit. Kjo është dituria që e lavdron më së shumti Kurani famlar.